Absolutisht që në orët e para të mëngjesit kemi pasur një nivel prurjesh nga gjithë elementet që krijojnë kaskadë në shkumbin. Dhe siç e thatë dhe ju, janë ende brenda argjinaturave, ujërat. Argjinaturat janë të qëndrueshme nga njëra anë dhe nga ana tjetër edhe gjithë hidrovorët poshtë po vazhdojnë të bëjnë tërheqjen dhe janë kapacitet plot. Fatmirësisht nuk kemi urdhra evakuimi për momentin, prandaj dhe sapo bëm një vlerësim me kryetarin, a ishte e nevojshme apo jo, nuk na rezulton e nevojshme për momentin. Situata është dinamike, ka një stabilitet të niveleve dhe të kuotave këtu, duke ditur që është kuota më e ulët nga pikpamja gjeografike në të gjithë rrjedhën e shkumbinit, prandaj dhe ka dhe këtë nivel rrezikshmërie specifike. Shqetësim përbën qoftë për pushtetin vendor, por qoftë edhe për drejtoritë rajonale këtu, tokat bujqësore, disa astane praktikisht në nivel bashkie na është dashur që të evakuohen. Dhe në këtë mënyrë na duhet që patjetër tani të gjendemi pranë blegtorëve me të gjitha ato nevojat që kanë, ushqimin koncentrat, që kemi filluar ta dislokojmë qoftë në ditët e kaluara në Vlorë, në Fier, do ta bëjmë edhe në Bashkinë e Lushnjës patjetër sipas nevojave që do na përcillen nga bashkia. Ashtu siç e përshkroi dhe ministri, këtu në Thanasaj ne kemi pasur prurje të lumit shkumbin në orët e para të mëngjesit. Kemi rreth 30 banesa të cilat kanë përqendrim uji në pjesët e jashtme të tyre dhe për fat të mirë nuk kemi ujë në banesa dhe patjetër që ne do të vazhdojmë të monitorojmë në mënyrë që të shmangim çdo situatë emergjente për banorët tanë. Banorët këtu janë shprehur që kanë emergjent një argjinator sa është pika ullët 500 metra sipas mendimit tyre, por dhe i kanë dalë i cili mos kenë herë të tjera. Mbas përfundimit të kësaj emergjence, patjetër si pushteti vendor në bashkëpunim edhe me Ministritë përkatëse do të bëjë një vlerësim ku është e nevojshme që ne të fillojmë ndërhyrjet përkatëse në mënyrë që të shmangim këto situata në ditët e tjera në vijim. Faleminderit për të marrë.